Ditë njerëz, dusha të kaloni apel për këto punëtorët, për këto firmalit që janë Maqedoni, Kosovë, kudo që janë, që va kom dërzau qecat në besim, se kom përësejt derë të mejra, kom përësejt derë më të mejra që kushtojnë për shembull 300 euro të copën, ose kujt di çfarë, mu mi ka i montau derë kine, që tash va kalëzi situatën, kjo është situatën, që këto janë derët. Dhe me thonë, ku marrë për Gjermanie, tu me ndu se derët janë regull, këtë regull, parët i kajnë marrë, normal mu, ka bimi jenë mu, ka konë maj math, që va kum lonë parët, dhe me thonë, që kjo është i dera, situata, dras, pikine. Shkova i këshira në internet, qëfar derësh jo, këto vim pikine, dhe me thonë, 80 euro një capë. Këto si janë as dras, as një sen, këto janë plastika. Që kjo është situata në Maqedoni, boni kujdes njerës se është me të vërtet mbarje madhe se shka bujnë këto firmalit, këto nuk e di ati thiri njerës, ati thiri se di qka. Boni kujdes me qëfar njerës kini besim se nëse doni valohen e emrin e firmën së koment që mos kini problem në kalimin e kohës. Kjo është situata që kom parasit dherë tjera, që jom të i prejtë se vjen firma me i montu. Normal, kanë desh me i montu këto loj dere, këto loj brave, do me thonë, për mirave, brave Italije, që ta shune komarën pushin, situata jema është apet me blejt, dere treja, me parat e mija, me kretë. E në qka është ma intereson, i thirin telefon, nuk ma shilin telefoni, as gonat, se me ndojnë se mu mbëjnë diqka keq, mu se mbëjnë as një farfa e keq bëjnë vetit, se unë e këtë dhe e postojnë TikTok këtë video, që të boni kujdes ju në ardhmë e kohës, me qëfar njerëz i kini bu.